Pjesa e tretë. Pema e vitit të ri të Zventickët. Atë dimër Aleksej Aleksandroviçi e droi së shoqes Ana Ivanovnës një garderobë të vjetër. E bleu në dorë, ishte prej drurit të zi, me përmasa të mëdha, nuk e fusi dot në asnjë dhomë. E sollën të shkrehur, e lanë në katin e parë, ashtu të ndarë në pjesë. U menduan ku do t'ishte më mirë ta vinin. Në dhomat e katit parë që ishin të bollshme, nuk shkonte për shkak të përdorimit që kishte, kurse në dhomat e sipërme, më të vogla, zor t'i gjendej vendi. Atëherë çliruan nga rrangullinat hapësirën të shkallët e katit të dytë, përpara dhomës së Ana Ivanovnës. Për ta ngritur në këmbë garderobën Katana, erdhi Marangozi. Ai solli me vete edhe vajzën 6 vjeçare, Marinkën. Shupën e qerasën me kallam sheqeri. Kjo lpinte, gulçonte, mezi mbushej me frymë, nga që ishin zënë hundët, dhe ndiqte me sy si punonte i ati. Puna shkonte si në vaj. Skeleti i dollapit u montua, po ngri i madh dhe i bollshëm në sytë e Ana Ivanovnës. Në çastin kur Marangozi donte të vinte të rasën e sipërme, kjo ta ndihmonte. Vuri këmbën në fundin e tij të lartë, u kap pas drurit anësor, që vetëm sa ishte vënë në klap, por nuk ishte mbërthyer poshtimisht, dhe nyja mbajtëse u hap nga pesha e shtytja. Skeleti u shkreh dhe u plandos në dysheme. Drasa e sipërme ende pa fiksuar, ra dhe e godite në shpinë Ana Ivanovnën, e shëmbi krejt. A zonjë, u vrat shumë, thiri Marangozi, dhe u sul ta ndihmonte për të ngritur. Ashtu zvar e çoi te koltuku, të cilin më përpara e afroi te zonja rrëzuar. Po pse moj zonjë ju afruat dollapit? U vrat shumë? Mos keni ndonjë thyrje? Kockën shihni, përvojeni në keni apo nuk e keni thyer? Kocka është kryesorja, muskujt shërohen. Domosdo, duhen ruajtur, nuk duhet prishur bukuria e gruas, po për të shëruar ama shërohen. Po ti ç'ke moj, pse u lorit kështu? Ju kthye ai së dijes. Fshiu hundët dhe shko në shtëpi te mamaja. Po pse moj zonjë përzihet në këtë punë? Nuk keni mësuar. Puna edhe pa ju do të bëhej. Se unë kush e di nuk jam mbush syrin, po zanatin e di mirë. Kam mjejt të tërë Marangoz. Gjithfar dollapesh, bufesh, komoshe, komodinash kam bërë. Sa kanë dalë nga këto duar, nuk numërohen dot. Me njohin në këtë anë, te kush nuk kam shërbyer. Ana Ivanovna u mblodh shuk. Rënkonte dhe ofshante, fërkonte me dorë vendin e shembur. Marangozi ju kthye punës më me vrull dhe e mbaroi së montuari. Ai tha, mbeten vetëm dyert për të vënë dhe gati e keni. Në daçi edhe në ekspozit mund ta vini këtë bukurosh që ta shohin bota. Ana Ivanovnës i ndjellte pikëllim pamja garderobës Katana. Si pamja, si përmasat i kujtonin sarkofagun. Ju futi në shpirt frika e bestytes, e pagzoi me emrin Varri Askoldit, duke dashur të thoshte të tjerëve se ishte nga ato plaçka që ndjellin në shtëpi vdekjen e Zotit. Pamja e garderobës u gurzez, zuri ta përndiqte. Hija sa i kallte datën, kurse shëmbja u bë shkaktare e bronkopneumonisë së zgjatur që u shoqërua nga sëmundjet tjera serioze të mushkërive. 2. Nëntorin e vitit 1911, Ana Ivanovna e kaloi shtrirë në shtrat. Juri, Misha, Gordoni dhe Tamja, vera në vitit tjetër mbaronin universitetin. Juri mësonte për mjeksi, Tanja për drejtësi, kurse Misha për filologji me profil filozofie. Shpirti i Jurit ngjante me vullkanin e ndezur, të trazuar dhe të nxehur. Ishte natyrë ndjeshme, tip i vrullshëm, i pasionshëm, shquhej për origjinalitet dhe thellësi mendimi dhe ndjenje. Botën e perceptonte dhe studionte me saktësi sipas mënyrës së tij. I pëlqente arti dhe historia, por për bashkëpunëtare jetë zgjodhi mjekësinë. Sipas tij, arti s'kishte si bëj profesion jetë, ashtu si s'mund bëj pjesë në profesionin që zgjedh dhuntia lindur për të qenë i gëzuar apo i pikëlluar. I pëlqente shumë fizika, shkencat e natyrës në përgjithësi. E quante se në jetën praktike jo duhet përkushtuar shkencave të aplikuara dhe të dobishme. Në vitin e parë, jo pak, por një semestër ju përkushtua studimit të anatomisë dhe të fiziologjisë së njerëzit përmes vërtimit të kadavrave. Zbriste në bodrumin e morgut në përshkallë të ngurta, në disa vende të caktuara shihte si mlidheshin studentët, në grupe, por edhe veç e veç,
dukeshin të përqendruar të vrenjtur. Lexonin librin e anatomisë edhe shihnin kockën, muskulin, organin, gjithçka në kadavrën që kishin përpara. Përsëri shfletonin librat e zhubravitur, të prishur nga përdorimi. Kishte të heshtur që ngulisnin në kokë gjithë çdo e mbajtur mend, por kishte edhe nga ata që bënin ndonjë shaka, që zgërdhieshin, që ndiqnin mijt. Në gjysmë errësirën e morgut, zbardhnin të rreshtuar për brinjëra tjetrës, kufomat e të panjohurve, të vetvrasësve që nuk dihej se kush ishin, të mbyturve që ruheshin mirë, kripa e glinozemrës, me të cilën i kriposnin, sikur i rinonte, duke u dhënë rrumbullakosje të rreme. Kadavrat i hapnin, i ndanin në pjesë anatomike, por bukuria e trupit të njeriut në çdo rast mbetej e pacënuar. Trupi qëndronte besnik vetvetes, sado e imbet të bëhej ndarja. Kështu që habia përpara një pjesë e trupit të hedhur ashtu pa kujdes në tryezën në mështjellë me llamarin të zinkuar, nuk zgjaste shumë. Pak me tutje, të shihnin syt një krah të prerë apo një dorë të prerë të atij trunku. Në bodrum kundërmonte era formalin dhe acidi fenik. Gjithkund njehej prania e fshehtësisë, duke filluar nga mosnjohja e fatit të kufomave që shtriheshin sa gjatë gjërë në dysheme, e duke mbaruar me vetë fshehtësinë e jetës dhe të vdekjes, që i gjeje të ulura këm kryq, si në shtëpinë e vet në këtë bodrum plot e përplot me mistere. Zëri i kësaj fshehtësie që i shurdhonte të gjithë zërat e tjerë, e përndiqte jurin nga do që shkonte, e pengonte në punën e përvetësimit të anatomisë, por nuk ishte vetëm kjo. Pse pak gjëra tjera pengonin atë në jetë? U mësua. Skaloj shumë dhe pengesat si këto nuk e shqetësonin më. Juri ishte natyrë meditative dhe shkruante shumë mirë, që kur ishte në gjimnaz, pasioni i tij ishte proza, jetë për shkrimi. Aty gjente vend për shpërthime meditative apo përjetime nga më të papriturat e aq të shtrenjtë për te. Por që të nxirrte nga duart një libër vërtet me vlerë, ishte ende shumë i ri. Ndaj edhe hë për hë mjaftohej me thurje vjershash, siç bën piktori që fikson sa e tyde. Ndonjëherë kjo punë zgjat tërë jetën për të dalë pastaj te tabloja e madhe me forcë të jashtëzakonshme përgjithësuese, të menduar dhe të realizuar mirë. Vargjeve u afalte mëkatet, çmonte energjinë dhe origjinalitetin. Të dyja këto veti, energjinë dhe origjinalitetin, Juri i mbante për forcë reale të artit. Të tjerat për të sishin vetëse manifestime, pa vlerë, pra të panevojshme. Ishte i vetëdijshëm për ndikimin që kishte patur Daja në formimin e tij të përgjithshëm. Nikola Nikolajeviç i banonte në Lozan. Në librat e botuar rusisht përkthyer dhe në gjuhë tjera, shpaloste mendimin e hedhur diku në studimet e veta për historinë, si dhe për një gjithësi të dytë, të ngritur nga njerëzimi si kundër përgjigje ndaj vdekjes, me përkrahjen e kohës dhe të kujtesës. Në ato libra mbashtrohej një mendim i ri për krishtërimin. Prej këtij mendimi kushtëzoi edhe ideja e re për artin. Madje më tepër se mbi Jurin mendime të tilla ndikuan me Misha Gordonin, që zgjodhi si specialitet filozofinë. Misha ndiqte në fakultet një kurs leksionesh të teologjisë, përgatitej për të vazhduar studimet në Akademinë Teologjike. Nërsa Jurin, ndikimi i Dajës e shtynte teste përpara, e çlironte nga shumë makthe me dyshje. Mishës ndikimi i lidhte duar e këmbë, e mbërthente si me hekura. Juri kuptonte fort mirë rolin që luante përjardhja e Mishës në qëndrimet e tij të skajshme tepër abstrakte, vetëm për të mos e lënduar, nuk ia shprehte mendimin, tani më të pjekur se Mishës i duhet hiqte dorë nga disa plane të çuditshme, për të cilat e vinte vazhdimisht në dieni. Juri ndjente një dëshirë të brendshme, të sinqertë, ta shkunte Mishën nga teorizmat, i donte qefi ta shihte sa më pranë jetës praktike. 3. Ishte fundi nëntorit. Juri u kthye vonë nga universiteti. Ishte i lodhur dhe i pangrënë. I thanë se atë ditë Ana Ivanovna kishte patur erthe më të forta se ngaherë. E kishin vizituar disa mjek, kishin bërë mendje të thrisnin edhe priftin ta këndonte. Por pastaj kishin hequr dorë. Tani sikur ishte qetësuar pak. Veten e ndjente më mirë, kishte kërkuar ta shihte Jurin. Djali shkoi pa vonesë. Në dhomë ishin të freskëta gjurmët e rrëmujës nga shqetësimi i përgjithshëm për të smurën. Kujdestarja me ca lëvizje të lehta, po rregullonte komodinën te koka e krevatit të Ana Ivanovnës. Andej këndej ishin hedhur të mbledhura shuk,
pecetat lagura dhe peshqir kompresash. Uji në legendin e vogël ishte i përskuqur nga gjaku që kishte pshtyrës mura. Në fundin e tij dukeshin ampulat prej qelçit të gjilpërave, copa pambuku të fryra nga uji. Ana Ivanovna dergje e larë në djers, me majën e gjuhës, lagët e buzët e përthara, duke shumë e dobësuar e pafuqishme. Kishte ndryshuar shumë që nga mëngjesi kur Juri e kishte parë për herë të fundit. Mos kanë gabuar në përcaktimin e diagnozës, mendoi. I ka të gjitha shenjat e bronkopneumonisë akute dhe më kalon çaste krizash. U përshëndet, i dha zemër me ca fjalë boshe siç e do zakonin kësaj rastesh, dhe i tha kujdestares ta linte vetëm me të sumurën. Ja mori dorën në të vetën. Dorën tjetër e futi në çantë dhe nxori stetoskopin. Ana Ivanovna i bëri shenjë me kokë. Ajo shenjë donte të thoshte se ishte e kotë. Juri e kuptoi pse e kishte kërkuar. Nuk i duhej vizita e tij mjekësore për diçka tjetër. Si e përmblodhi disi vetën, Ana Ivanovna i tha: "Donin të më këndonte prifti, po më afrohet vdekja. E pres nga minuta në minutë. Edhe dhëmbin kur shkon të heqësh ke frikë të dhëm. Tani është tër jeta. Ç'është kjo kështu? Askush se di. Të mbyt pikëllimi, frika." Ana Ivanovna heshti. Në përfaqe i rodhen lot si ruaza të mëdha kristali. Juri nuk nxori nga goja asnjë fjalë. Pasi heshti pak, si të donte të shlodhej, Ana Ivanovna foli përsëri. "Je i talentuar, i ditur, nuk është pak. Si ka kushdo. Duhet dish diçka. Më thuaj ç'ti me qetëso." "E ç't'ju them?" u përgjigj Juri dhe uli nervozuar në karrige. U ngrit, bëri disa hapa dhe ul përsëri. "Këtë do t'ju them. Nesër do ta ndjeni veten më mirë. Janë të gjitha shenjat. E pres kokën po nuk je kështu. Kurse për vdekjen, për vetdijen, për ringjalljen, dëshironi ta dini mendimin tim të njeriu të shkencave të natyrës për ta? Do t'ju them, po jo tani, një herë tjetër." "Jo, doni ta dëgjoni tani, si doni. Nuk është e lehtë të thuhet kështu me një herë." I bëri me një frym një leksion të tërë. U habit me veten si arriti. Ringjallja. Në pamjen e vet të brishdise naive, si qua servirin të dobëtve për t'i ngushëlluar, ringjallja për mua është e huaj. Edhe fjalët e Krishtit për gjallët dhe për të vdekurit i kam kuptuar kurdoherë ndryshe. E ku do t'u reshtokan e do t'u sistemokan hordhit, mizëri të mbledhura gjatë 1000 vjeçarve. Globi ynë nuk mjafton si mze. Pra duhen larguar nga kjo botë, ndryshe do të shtypnin me këmbë shoqin në këtë jetë lakmitare. Kurse bota vazhdon të mbushet e të mbushet, të popullohet vazhdimisht me njerëz, qenia njeri për të rihet dhe shndrohet çdo orë, çdo minutë. Ja, ju keni frikë. Pyesni në do të ringjalleni apo nuk do të ringjalleni. Kurse në të vërtetë, ju e ringjallur jeni që kur lindët u ringjallët, pa e vënë re as vetë u ringjallët. Dhemje ju do të keni, rënimin e përgjithshëm të organizmit do ta ndjeni, por me vetdijen, me të ç'do të bëhet. Po ç'është vetdia? Ta shohim. Të dëshirosh të flesh me vetdije është pagjumësi e vërtet. Të provosh të depërtosh me vetdijen sistemin e tretjes do të thotë ta çrregullosh. Vetdia është helm, është mjet vethelmimi i subjektit, është helm që ai e përdor kundër vetes. Po vetdia është edhe dritë që shpërthen jashtë kur na ndriçon rrugën për të mos u penguar. Ndërgjegjja është si dritat e ndesura të lokomotivës që çan përpara dhe davarit errësirën. Kthejeni këtë dritë brenda vetes dhe priteni pas kësaj katastrofën. Pra, ç'do të bëhet me vetdijen tuaj? Tuajën, po ju vetë qeni? Ja dhe gjëza. Ta shohim. Ju ç'mbani mend nga vetja? Ç'pjesë të jetës arritët të ndërgjegjësoni? Ç'organ të trupit? Veshkat, mëlçin, arterjet? Jo. Sado që ta vrisni mendjen të kujtoni, ju do të përmendnit vetëm veprimet e jashtme, të shfaqura që lidhen me duart tuaja, me familjen, me marrëdhëniet me tjerët. Kurse tani më dëgjoni mirë. Njeriu te njerëzit e tjerë është shpirti i njeriut. Ja kush jeni. Ja çfarë keni dihatur. Ja me se është ushqyer vetdia juaj. Ja që ka entuziazmuar jetën tuaj të vetëdijshme. Ja me se u ushqye, çfarë dihati, kujt ju përkushtua gjatë gjithë jetës vetdia juaj.
Shpirti juaj, pavdekësia juaj, jeta juaj të tjerët. Po shdet nga kjo, të tjerët keni qenë, të tjerët do të mbeteni. Çfarë rëndësi ka për ju nëse më pas kjo do të quhet kujtim? Ju do të jeni në përbërje të së ardhmes. Edhe kjo e fundit, nuk duhet të shqetësoheni, vdekje nuk ka. Vdekje ne nuk e kemi për hise. Ja, aty pare ju me quajtët të talentuar. E thatë në kuptimin më të gjerë dhe më të lartë të fjalës. Kjo po, talenti na përket, në kuptimin e vetë të gjerë. Talenti është dhënë të jetë. Joan Bogoslovi thotë se vdekja nuk do të ketë. Vërja në veshin të thjeshtësisë së argumenteve që sjell. Vdekja nuk do të ketë sepse më parë shme e kaloi. Kjo do kuptuar afërsisht kështu. Vdekja s'do të ketë sepse atë tani e kanë parë, është një gjë e vjetër që i mërzite njerëzit. Tani kërkohet diçka e re. Kjo e re është jeta e përtejshme. Juri e cejakte në përdhëm të kishpajtë të gjitha këto. Dhe tani flini pak, i tha ai duke ju afruar krevatit dhe ja vuri dorën në kokë. Kaluan disa minuta, Ana Ivanovnën e zuri gjumi. Juri, duke dalë pa u ndjerë nga dhoma, i tha Jegorovnës të dërgonte kujdestaren në dhomën Ana Ivanovnës. Një drej që di se ç'po më ndodh, tha me vete. Mos po më kapron sharlatanizmi. Merre me predikime, shëroi me vënien e dorës në kokë. Të nesërmen, Ana Ivanovna e ndiu veten më mirë. 4. Shëndeti Ana Ivanovnës erdhi u përmirësua. Në mesin e dhjetorit provoi të ngrihej, por vazhdonte të mos kishte fuqi. Doktorët e këshilluan të mos ngutej. E thërishte shpesh e më shpesh Jurin dhe Tanjën në dhomën e saj. U tregonte për fëmijërinë, si e kishte kaluar te pronat e gjyshit në Varkino, bus lumit Rinjva në Ural. As Juri dhe as Tanja nuk ishin qenë ndonjëherë atje, por nga tregimet e gjata të Ana Ivanovnës, nuk ishte i vështirë të përfitojë pylli shekullor, i pashkelur nga këmba e njeriut, me sipërfaqe mbi 500 hektar, i errët si nata, të cilën e çante si thik me 2 presa, lumi i rrëmbyer malor, me shtrat shkëmbor dhe me hone të thepisur nga të dy anët. Juri dhe Tanja përpara festës së vitit të ri, për herë të parë në jetën e tyre, qepën rroba balloje. Juri qepi kostum të zi prej stofit mirë, kurse Tanja fustan atlasi me pala, pak të hapur, por jo dekolte. Po përgatiteshin për kremtimin e festës së vitit të ri dhe zvenditskët që kishin tradit në kësi gjërash. Porosia e kostumit dhe fustanit erdhi në të njëjtën ditë. Juri dhe Tanja i veshën për t'i parë si u rinin, edhe që të dy mbeten të mahnitur. Nuk arritën as t'i çvishnin rrobet e reja, kur në derë u duk Jegorovna. Erdhi me porosi të Ana Ivanovnës. U tha se po i priste zonja. Shkuan ashtu si ishin. Sa po hyri, Ana Ivanovna u ngrit në bryla, edhe u lumturua. U kërkoi të ktheheshin e të rrotulloheshin për t'i parë më mirë si u rinin dhe u tha: "Të dy dukeni shumë mirë, të dy të mrekullueshëm jeni. Sa mirë që u bën gati përpara festave." "Pa, Tanja, rrotullo edhe një herë." "Jo, vetëm më duk se te jaka të bënte pak rrudh, po jo. E dini pse ju thirra? Më parë duhet të them 2 fjalë ty, Juri." "E di ç'do më thoni, Ana Ivanovna." "I thash vetë tua të tregonin letrën. Ashtu si Nikola Nikolajeviçi, edhe ju mendoni se nuk duhet hiqja dorë nga trashëgimi. Duroni një minutë, nuk ju bën mirë të flisni. Do t'ju e shpjegoj të gjitha, ndonse edhe pa shpjegimin tim jeni në dieni të çështjes. Procesi gjyqësor për çështjen Zhivago vazhdon të jetë i hapur. Mbahet i hapur nga avokatët për të zhvatur sa më shumë, por edhe nga vetë ata të gjyqit për një përfitim të mundshëm. Për këtë, parat po shkojnë lumë, ndërsa trashëgimi në vetvete nuk ekziston. Ka vetëm borxhe pa hesap dhe gjithfar ngatresash, po ka edhe shumë fëllitësi që plotësohen në sipërfaqe. Sikur të ishte e mundur që ndonjë pjesë e trashëgimit Zhivago të kthehej në para, pa thënë se jam aq budalla sa nuk do doja të përfitoja, po këtu është e gjithë puna. Padia është e fryrë, punë pa vlerë, e gjykova se do të humbisja kohën kot, do ta lodhja kokën pas një dobi për një pasuri të paqen. Nisur nga kjo, gjykova si më të mirë heqen dorë prej të drejtës trashëgimore. Trashëgimtarët e rrem të vetë shpallur le të hanë kokat e njëri tjetrit. Për Madame Felice që banon bashkë me fëmijët në Paris, me mjemër Zhivago, kam dëgjuar kohë më parë, por s'mjafton kjo. Dolën dhe pretendentë të tjerë,
Për ta ka pak kohë që mësova. Del se që në të gjallë të mamas, babai pas ka qenë i lidhur me një grua ndruese dhe kokshkret me princeshën Stolbunova. Kjo pas ka një djalë me baban, tani është 10 vjeç, quhet Eugraf. Princesha bën jetë mbyllur, rron në vetmit plot në vilën e saj Buzlumit Omsk, dhe me se jeton nuk dihet. Ma treguan fotografinë e vilës. Është një shtëpi e bukur me 5 dritare me kornizat të dhëndura. Kohët e fundit se përse më duket se këto dritare më shojnë vëngër e qortushëm, por dhe me likësi e kanosje për mes mijëra kilometrash që ndajnë Rusinë Evropiane nga Siberia. E ndjej, shpejt të vonë ato shikime do të më shitojnë, mundet edhe të më çmendin. Atëherë pyes, ç'më duhet kjo pasuri? Kjo pasuri në të vërtet nuk është, vetëm se u sajua nga rivalet. E pse duhet mbajtur mi vete zilia dhe keqdashja tyre, po avokatët? E prap se prap nuk duhet hequr dorë, e kundërshtoi Ana Ivanovna. E dini përse ju thirra? E përsëriti pyetjen dhe pa pritur përgjigje vazhdoi po vetë. Mu kujtua emri juaj. E mani mend që ju kam thënë për pyllin? E quajnë Vak. Fytyrën e kishte tër vraga. E kishte sakatuar ariu, por mundi të jetonin. Po mundi të jetonte. Në ato anë kështu e pas kanë zakon. Përdor kanë emra një roksh. Vak, lup, fast, për të kumbuar sa më mirë, por edhe për befasira. Dëgjuam të thrisnin akti me frolin, ne po me vrap në kuzhinë. Pylltari kishte sjell një klysh ariu, qymërtari një copë minerali me vlerë. Gjyshi u jepte në vend shpërblimin dhe me para, por më shpesh me ushqime, me fishek për çifte amë në gjë tjetër. Pylli fillonte te dritaret. Po dëbora? Jo dëbor, po mal ngrihej për mbi shtëpi. Ana Ivanovna u kollit. Mjaft tani moj mama, s'bën mirë të flasësh, e qorthoi bia. Juri mbajti anën e saj. S'ka gjë, do më kaloj. Asa s'harrova. Jegorovna më tha se sikur po u lukundkeni, të vini apo të mos vini në ballon e vitit të ri, të mos dëgjoj të flitet më për këtë. Turp të keni. Po ti Juri, ç'mik do na u bëke? Nëse pranoke të shkosh në argtime si këto? Pra, vendimi për vajtje është i formës së prerë. Do të shkoni dhe pikë. Po le të kthehem te Vakhu. Në të ri kishte qenë kovaç. Gjatë një zënke ja kishte dërmuar barkun, pas ka bërë bark tjetër për hekuri. I çuditshëm Juri. Po pse nuk e kuptojon? Jo, në kuptimin e drejt për drejt, ishin njerëzit që flisnin kështu. Ana Ivanovna përsëri u kollit. Këtë herë më gjatë, mos i kletshëm, kriza s'po i kalonte, nuk mbushej dot me frym. Juri dhe Tanja u ngritën në të njëjtën kohë. Qëndruan sup me sup te krevati. Duke u kullitur deri në mekje, Ana Ivanovna u kapi duart që zgjaten drejt saj, të dy në të njëjtën kohë. U mbajti të bashkuara në duart e saj. Si e mori pak veten dhe rregulloi disi frymarrjen, tha: Pas vdekjes sime mos u ndani. Jeni lindur për njëri tjetrin, martohuni, ja ku a dhash bekimin. Fjalët e fundit i shqiptoi me zë të ulët. U shkreh në vaj. 5. Në pranverën e vitit 1906, kur po hidhej në klasën e fundit të gjimnazit, Larës i shteroi durimi. I tha vetes se marrëdhëniet me Komarovskin nuk duhej të zgjateshin më. Mjaft kishte përfituar me dinakri nga gjendja e saj e ndrydhur. Sa herë që ja lypte nevoja, me shumë likësi, i kujtonte pozicionin e mëkatares së mallkuar, dhe cytja e bënte të vetën. Ky amshor dhe epshor i pangopshëm e arrinte atë hutim të vajzës që i nevojitej për të plotësuar epshin. Çoroditja që sa vinte arritej e hidhte Larën në prerjen e makthit seksual. Ja turbullonte për ditë më shumë shpirtin, tashmë të robruar e të përdhosur keq. I vinte plasje me veten. I ngriheshin flokët përpjet, kur i kujtonte atë gjendje mëkatare e të pashpresë. E zhytur në klapin e kapërthimeve të sfilitse, të kundërshtisë nënmjet ngacmimit seksual të papërballueshëm dhe hutimit të përgjithshëm çoroditës, Lara, për ditë më tepër, i ndjente si zvetnimin moral, ashtu edhe rënimin shpirtëror. As vet nuk po e kuptonte. Ç'ishte tërë kjo që po i ndodhte? E fshihte se jeta po i shkonte mrapsht. Marrëdhëniet nuk ishin ato që i duheshin. Gjithçka po bëhej kundër logjikës. Dhëmbja e shpirtit të drobitur, shpesh e më shpesh, po i dilte jashtë në ca forma që dhe natë vet e habisnin. Qeshte më të madhe, trupin ja përshkonin të dridhura histerie, kundërshtimi apo qëndresa që paraprakisht i mendonte,
aty për aty ja linin vendin pranimit të nështruar. Ndjente një vdirje të ngahershme të shpirtit, pasi jepej, ja mbulonte me të puthura falënderimi duart atij që aq mizorisht e torturonte. Dukej sikur nuk do të kishte fund kjo boshatisje e tmerrshme shpirtërore. Po ja, një ditë vere, kur viti shkollor po i afroi fundit, Lara i thirri si as kur mendjes. I shkuan mornica lebetitje nëpër trup kur mendoi se vardisjet e tij epshore do të shumëfishoheshin gjatë muajve të pushimeve verore, dhe mori vendimin të prerë të fshihej me çdo kusht nga syt dhe përndjekjet e Komarovskit. Vendimi bëri të ndryshonte kryekput rrjedha e jetës së saj. Ishte një mëngjes i nxehtë me zakuzhi. Në klasë i kishin hapur dritarët. Përmes tyre hynte zhourima e vazhdueshme e qytetit. Gumzhitja e pandërprerë të kujtonte zukamen monotone të bledhve në zgjua. Nga obori i shkollës hynin përmes dritareve të hapura britmat e fëmijëve që luanin shpenguar e plot hare. Larës i dimte koka nga ngarkesat elektrike të ajrit, e trullosnin aromat e barishteve të njoma dhe tokës së nxehur, siç ndodh në kreshme të mëdha kur bëjnë petulla dhe pinë vodkë. Mësuesi i historisë po u fliste për ekspeditën e Napoleonit në Egjipt. Menjëherë qielli u nxi. Shkreptiu me rrapëllima gjëmuese rrufeja. Në klasë, bashkë me shkulmet e ajrit freskët, të ngjinjur me lagështi, u futën dhe shtullunga pluhuri e rëre. Kujdestari i klasës doli me vrap të riste në kënd që të puthiste dritaret. Kur hapi derën, korrenti fuqishëm u shfletoi librat dhe fletorët të nxënësve. Disa fletore flutruan nëpër klasë. Dritaret e mbyllën fort. Rrebeshi lëshoi në tokë litar shiu të zi nga pluhuri dhe tymi që plëskonte në ajrin e qytetit. Lara e grisi me të shpejt një flet nga bloku i saj i shënimeve, shkroi në të disa fjalë dhe ja dha shoqes së bankës. Nadia, ashtu e kam punën. Më duhet të jetoj larg mamas. Më ndihmo të më gjesh mësime private me Leverdi. E di që njihesh me shumë shtëpi pasanikësh. Nadia ju përgjigj po me shkrim. Ne kërkojmë kujdestare për Lipën. Pse të mos punoshe tjetër të ne, sa mirë do t'ishte. Te di sa shumë të duan mami dhe babi. 6. Lara banoi mbi 3 vjet në shtëpinë e shoqes së saj të klasës si kujdestare. Jetoi si e mbyllur brenda mureve të ngurtë. Askush nuk e ngacmoi, nuk pati as shqetësimin më të vogël. As ajo me të vllain, për cilët ndjente një zverdhje të dukshme, as ata nuk u bën të gjallë. Krye familjare Kologrigov ishte biznesmen i madh, njeri i mençur dhe i talentuar. E urrente dyfish sistemin e vjetër carist, me urrëtitjen e pronarit të madh të suksesshëm që e ndjente se regjimi i vinte shkopi në rrota, dhe me urrëtitjen e njeriu të dalë nga populli që kishte mundur të ecë në jetë, por që shihej vëngër. Strehonte ilegalët, paguante avokatët mbrojtës për të akuzuar si kundërshtar politik të carit. Për të thoshim me ironi se investonte për revolucionin, kundërshtarin e tij. Nxiste punëtorë të ngriheshin në grevë në fabrikat e veta. Ishte nishanli i dorës së parë dhe gjyqtar i qartur. Në kohën e revolucionit të 1905-s, u mor me stërvitjen e njësive revolucionare. Ishte tip më vete, po si veten kishte edhe të shoqen. Lara të dy respektonte dhe i adhuronte deri në përullësi, edhe ata e donin, e trajtonin si vajzën e tyre. Në vitin e 4 të qëndrimit të Kologrigovi, Larën erdhi ta shihte i vllai, Rodja. I tregoi me zë hundor, duke u përkundur mbi këmbët e gjata, bigaçe, duke bërë gjithfare noimash, se junkerët e klasës së kishin mbledhur para për ta nderuar me një dhuratë drejtorin e shkollës. Ja kishin dhënë atij ta blinte. Por ja që para 3 ditësh, ai këto para i la në kumar. Me ta mbaruar rrëfimin, spitullaqi i pështirë u lëshua fuqi për në kultuk dhe u shkreh në vaj. Larës i ngriu gjakun ndeje, Rodja përmes gulqimave dhe ofshamave vijoi. Dje i bëre një vizitë Viktor Ipolitoviçit. Nuk pranoi të bisedonte me mua në këtë temë, por më tha se po të doje ti, tha se ndonë se ti as me sy nuk dëshiron të shohësh. Po ja që pushteti yt mbi të vazhdon të jetë aq i madh sa që Laroçka, një fjalë jotja dhe e kupton çfarë turpi është ky imi. Do mjolloset nderi i Junkerit. Shkoj, nuk kushton gjë, kërkoj ca para.
se ti nuk do të lejosh që këtë borë shturpi unë ta laj me gjakun tim. Ta lash me gjakun, nderi rrobës së Junkerit, përsëriti bish nga zemrimi Lara, edhe eci e tronditur në përdhomë. Kurse unë nuk qenë kam rob Junkeri, unë nuk pas kam derë, me mua mund të bësh çdo qefi. E kupton ç'po më kërkon? A e vrave pak mendjen për këshillën që të paska dhënë? Vit për vit me punë si zifi, tjetri ngrej malin e ngurtë, më shumë pa gjumë se me gjumë. Kurse një ditë të bukur, të vjen një si ti, edhe as pyet, as do ta di, as dëshon ta dis ç'është bërë. Kërkon mje të fryrë bulqish, ta shëm atë mal gurësh, të ta shkel me këmbë si pa gjë të keq nderin. Zhduku që këtej, në dregj vafsh, po deshe shko e mbaje vetes në lulet ballit, hakeke. As që duhet të di që ke ndërmend të bësh. Ty, sa të duhen? 690 rubla, 700 thuaj rumbullak, në përdhëmbje rodje i tutur. Mos ke lojtur, a i kupton shtua? Ti pas ke lënë kumar 700 rubla? Rodja, a i di sa kohë i duhet një njeriu të ndershëm të fitojë një shumë të tillë. Pas një pushimi të shkurtër, Lara vjoi ftohtë dhe me një tjetërsim të plotë. Mirë, do ta provoj. Eja nesër, sidhe me vete pistoletën, atë me cilën bëre mendje të vrisi veten. Do të ma japësh mua, do t'jetë prona ime. Mos harro të marrësh edhe fishek, sa më shumë më mirë. Shumën e nevojshme, Lara e mori hua te Kollo Grivovi. 7. Pajtimi kujdestare nuk e pengoi Larën të mbaronte gjimnazin, të ndiqte kurset që parashikonte të përfundonte në vitin 1912. Verë në vitet 1911, Lipa, kujdestares cilës që Lara, mbaroi gjimnazin. U fejua me një inxhinier nga familje e mirë dhe e pasur, prindërit meten shumë të kënaqur me fesën, por donin që martesa të shtyhej. Në këtë pikë, palët s'po binin dakord. Lipoçka e përgdhelura e familjes ju lutatit me lot në sy që martesat mos shtyhej. Puna shkoi deri aty sa e ngriti zërin në bisedë me të edhe e kërcenoi se do të rrëmbehej. Në këtë derë pasanikësh, ku Larën e mbanin për të shtëpisë, kishin harruar për borxhin që u kishte marrë për rodjen. Lara atë do ta kishte shlyer, po të mos i dërgonte para fshehur të atit të Pashës Antipovit, të internuar në Siberi, po të mos e ndihmonte edhe të ëmën si grua e mirë dhe e smur. Shtoju këtyre prap në fshehtësi edhe më të madhe, paguan të një pjesë të qerasa e apartamentit ku banonte Pasha. Djali ishte pak më i ri në moshë se Lara, linte kokën për te edhe e dëgjonte i nënshtruar. Me këmbgurjen dhe interesimin e Larës pasi mbaroi shkollën teknike, Pasha dha provime plotësuese për vazhdimin e universitetit në fakultetin filologjik. Vajza ngrohte me shpirtin e saj të tallazitur, ëndërrën të martoheshin. Edhe Pasha të punonte si mësues gjuhe e letërsie në një shkollë të gubernës së Uralit. Po në verën e vitit 1911, Lara, së bashku me Kologrivovët, shkoi me pushime në Dublank. E donte me shpirtat shtëpinë në pyll, lidhej me saj sa kujtime. Madje e kishte të shtrenjtë. Dihej arsyeja, malli s'po e mbante më në qytet. Të zotët e shtëpisë ishin gati t'ia respektonin ndjenjen. Treni, i nxjerrosur nga tymi, tërkohen shkroftinte dhe të shtinte avull të nxehtë. E vazhdoi mëtej rrugën, kurse Lara e pa veten aq shumë të përmalluar dhe të emocionuar, sa e humbi aftësinë e të folurit. U ra në sy, e lanë të ecte vetëm në këmbë drejt qifligut. Karrocieri nga Duplanka, që doli t'i priste, ngarkoi plaçkat, zotrinj xunvën dhe u nisën. Ky po qelloi i gojës, i vuri ndjeni të trejave më të freskëta të sezonit veror. Kurse Lara në fillim eci nëpër monopatin e shkelur nga pelegrinët dhe besimtarët e ndalcak, pastaj mori në shtegun që të çonte në kullota dhe mandej në pyll. Ndali, picëroi syt, treti shikimin në largësinë e mjegulluar dhe dihati ajrin me aromë të papërcaktuar, ju duk më i dashur se nëna dhe babai që i kishin bërë kokën, më i shtrenjtë se i dashuri, më i mençur se librat. Për një çast, ju zbulua me forcën e dikurshme në tërë madhështinë e vet kuptimi i ekzistencës. I tha vetes se ndodhej këtu për të ftilluar lëmshin ngatruar të bukurisë së marrë të jetës, për t'ju vënë gjërave emrat e tyre. Në do arrinin forcat, e pse jo, edhe për të celitur pasardhës, fal dashurisë për jetën, pasardhës që do të bënin më shumë se ajo.
po vinte e lodhur në një vend të dashur, e te i lodhur nga punët, për të cilat kishte qenë e detyruar t'i kryente. I kishte ngarkuar vetëm i shpatullat e saj të njoma. Shqetësohej shumë, e hante meraku për çdo prapësi e pa parregullsi. Kishte filluar t'i përvidhej në shpirt dyshimi se kish patur më përpara. Ja i mxonte karakterin, që shquhej përgjegjësi, korrektësi dhe sjellje pa druajtje me të tjerët. Kologrigovet nuk e kishin lënë të ikte, si më parë e mbanin për njeriu në shtëpisë, e rrethonin me vëmendje dhe dashamirësi. Po ja që nga koha kur Lipa nisi të ecte sigurt në këmbë të veta, Lara s'po e ndjente mirë veten, po i dukej vetja se ishte e tepërt. Nuk e pranonte pagesën e kujdestares. Ja jepnin me zor. E merrte se i duheshin shumë të hollat. Të zihej me punë tjera që nuk lidheshin me të zotë të shtëpisë ishte e pahishme dhe praktikisht e pamundur. Gjendja në cilën ndodhej përëndonte nga ditë në ditë. I dukej sikur u rrinte varur në qafë të tjerëve. Ndonë se ata si zemërmirë që ishin nuk bezdiseshin. Ajo dhe vetës vetë po i rëndej. Ndjente dëshirë të pa përballueshme për t'ia mbathur nga sytë këmbët, të terratisej nga vetja dhe nga kologrivovet. Po ja që e kishin marrë të prerë vendimin, më përpara duhet t'ju lante borxhin. Në ato qaste nuk kishte ku gjente para që t'ju akthente. Zuri ta djente veten pengun e tyre, edhe gjithë kjo për fajin e atij mendjefyçkës, Rodjes. Nga do që i hidh të syt, zuri t'i fanitej përbuzja dhe shpërfillja njerëzore. Njerëzit që hynin e dilnin në shtëpinë e kologrivovëve e rrethonin me vëmendje dhe përkujdesje, po Larës i dukej se e shihnin si një kujdestare nevojtare, që u azjatte dorën e ndihmës të tjerëve dhe si një vajzë që shtihej lehtë në dorë. Kur e linën në punën e saj, vetja i dukej si ai vendi bosh, të cilin nuk e pse e vëre. Këto kriza hipohindrie ndërkohë nuk e pengonin të merrte pjesë në argëtimet e veruesve në Dublank. Bënte banjo e natë, shëtiste me varg, merrte pjesë në pikniket më tan lumit që bëheshin natën, argëtoi dhe vallëzonte me tjerët. Merrte pjesë edhe në shfaqje teatrale amatore, por veçanërisht i pëlqente qitja. Me orë të tëra mësonte të shtinte në shenjë me revolverin e vogël dhe të lehtë të Rodjes. E përsosi qitjen me të. Me shaka u thoshte të tjerëve se i vinte keq që ishte femër, nuk mund të bënte duele. Dinte ajo si t'ua tregonte qefin kundërshtarëve, po sa më të shfrenuara argëtimet, aq më i fortë i bëi makthi shpirtëror. As vetë nuk e kuptonte, çdonte edhe ku dëshonte të dilte. Kjo gjendje erdhi ju forcua si u kthye në qytet. Angështisë së pandashme ju bashkëngjitën shqetësimet jo të vogla nga grindjet për vogëlsira me Pashën. Lara u ruaj grindjeve serioze lidhje me Pashën i quante traunë e shpëtimit, pas të cilit duhej të mbahej fort për të mos u mbytur. Kohët e fundit djaloshi shfaqte shenjave të besimi dhe mendjemadhësie. Toni mësimdhënës kishte filluar të zëvendësonte tonin dashuror, ledhatues, të folurit me sentenca po ja ngrinte gjithnjë më tepër nervat Larës. Në kokë i vërtetishin si në vorbull, Pasha, Lipa, kologrigovet, parat, jeta po i pështerose çdo ditë më tepër. Ndjente përjetonte shkull me çmendurie, s'po i ndai dëshira për t'i flakur te të gjitha, si të vjetra, për ta filluar jetën nga e para. Në pragun e Krishtlindjes së vitit 1911, Lara mori një vendim fatal. Të ndahej me kologrivovet, të bënte jetë pavarur, vetëm, parat që i duheshin për shlyrjen e borxhit, t'ia merrte Komarovskit. Mendonte se pas kësaj jete të lirë, të siguruar me aq vullnet, vendosmëri dhe guxim, ai duhej ta ndihmonte si kalorsjak, pa hyrë në tregtit panershme, pa më të voglin shpjegim. Më 27 ditor në mbrëmje, pasi e futi revolverin e vogël të Rodjes në xhepin e Peliçës, u nis për në rrugën Petrovskaja. Po shkonte me mendjen top, të shtinte me Viktor Ipolitoviçin. Po të mos pranonte, po ta keq kuptonte vajtjen e saj, po t'i lejonte vetes ndonjë akt poshtrimi. Ishte furtunë vetë kur mori rrugën. Ecte nëpër bulevardet e zbukuruara si për fest, dhe asgjë nuk vinte re, vetëm ecte, çante përpara si e qartur. E shtëna paramenduar gjente johon të drejt për drejt në shpirtin e saj. Ishte krejt shpërfillse ndaj tij, kundër cilit po drejtonte revolverin. E vetmja gjë që perceptonte si reale në ato qaste, ishte e shtëna revolverit.
E dëgjonte buqimin, si shkitej nga veshët gjatë gjithë rrugës, edhe ishte jo ashtën e çfarëdoshme. Drejtohej kundër tij, kundër Komarovskit, kundër vetes së saj, kundër fatit të saj. Do ta bënte ashtu siç bënte atje në Dublank, në tabelën e qitjes, të varur në degën e lisit plak. 8. Mos ma prekni peliçen, i tha Lara Ema Ernestovnës, që i doli përpara me ofshama dhe pshertima, dhe i zgjati duar ta ndihmonte të zhvishej. Viktor Ipolitoviçi nuk gjendej në shtëpi. Ema Ernestovna vazhdoi të fliste për përgjërim, ta luste të hynte të zhvishej. Nuk mundem jam me ngut. Ai ku është? Ema Ernestovna i tha se ishte i ftuar në festën e vitit të ri. Me adresën që shkroi ekonomatja në dorë, zbriti shkallët e errta, hierënda, që ju kujtuan ngjarjes se të kishin ndodhur dje. Shkoi drejt te Zventickët, ku i thanë se ndodhej ai. Vetëm tani, kur doli për herë të dytë në rrugë, Lara e pa tamam vendin për rreth. Ishte dimër, ishte qyteti, ishte mbrëmje, ishte acar dhe akullim. Rrugët ishin mbuluara me akullzi, të trashë si fundet e shisheve të thyera të birrës, të dhimnin mushkërit nga ajri thëllim që hynte në ta. Ajri ishte i nginjur me brym bojkri, të dukej sikur të gudulisten flok rrodhe të hallakatura, ashtu se i guduliste Larën gëzofi bojkri jakës së forcuar nga të ftohtit. Ecte nëpër rrugët bosh, zemra e rrihte siç e kanë. Dyert e pjetorëve dhe të kabareve dukeshin si të mbështjella nga tymi. Ishte bryma që formoi pas ngrirjes së avullit, që shoqëronte njerëzit kur dilnin. Nga ajo tymtaja e rënuar, dilnin koka njerëzish me fytyra të përskuqura, me heje të vegjël akulli nën hund. Dritaret e shtëpive, të mbuluara nga shtresa e trashë të borës dhe akullit, dukeshin si të fryera me shuka allçie. Mi sipërfaqet e tyre opake, bredhronin dhe lodronin mbytur fashat të dritës që bien nga pemët e vitit të ri, të ndriçuara si për fest, si të donin të tregonin atyre që ende çapiteshin në rrugët e marrëdhura, tablot e mbjegulluara, mica çarçafi imagjinar, të ndriçuar mugët nga ca fener magjik. Lara ndali përpara shtëpisë së Zventickëve. Smundem më. Nuk do m'arrin forcat, tham vete me përshpërim, por që unë ndje. Do të ngjitem lart dhe doja shpjegoj si qëndron puna. Shkoj në përmendje. Priti pak sa e mlodhi veten, hapi portën e rënd të asaj shtëpie të pasur. 9. Pasha i kuq flak nga sikleti dhe sforcimi me gjuhën shtrënguar pas faqes, i jepte dhe merrte me komçën e jakës së kollarisur, të ngushtë, si e mbërtheu, zurit bënte të njëjtën gjë me komçat e manchetave të kollarisura. Po bëhej gati të shkonte në mbrëmjen ku ishte i ftuar. I brisht dhe i padjelësuar siç ishte prej natyre, u hutua dhe e humbi toruan kur pa Larën që hyri pa trokitur dhe e kapi në këtë siklet. I ra menjëherë në sy tronditja dhe mendjeprishja e saj, e pikase që ju morën këmbët, që eci duke e shtyr me gjunjë fustanin prej stofi, si t'ishte duke ka përcyer vaun në ndonjë lum. Ç'ke kështu? Ç'të ka ndodhur? E pyeti alarmuar, u sulti dilte përpara ta mbante. Ulu këtu me mua. Ulu këtu, ulu kështu si je, mos u stolis dhe mos u kapërdis. S'me pret puna, me duhet iki me njerë, mos e pret peliçen, prit, pa ktheje pa kokën më janë. A i bëri si i tha jo. Lara kishte veshur kostumin e qepur si mas modës angleze. E zhveshi peliçen, e nxori revolverin nga xhepi i peliçes dhe e vuri në xhepin e xhaketës. Pas kësaj u kthye te divani. Tani ktheu këtej, mund të shohësh. Ndis qiririn dhe shuaj dritën elektrike. Larës i pëlqente të kuvendonte me Pashën në gjysmë errësirë, me qiririn e ndezur. Pasha kujdesej që qirinjt të mos mungonin kurrë. E hoqi cungun që kishte mbetur nga qiriri e mëparshëm, vuri qiri të ri në vend të tij, e vuri shandanin parvazin e dritares dhe ndesi. Flaka kërciti disa herë si të kollitej, pastaj mori përpjet si shigjet. Dhoma u mbush me dritë të butë, të remt. Akulli që ishte formuar në xhamin e dritares zurit shkrinte aty ku ishte flaka. U formua një si sy i zi. Më dëgjoj pak patulja, i tha Lara. Më dolen ca telashe. Kërkoj dhe ndihmën tënde që t'i heq qafe. As mos u tremb e as mos më pyet si e tek. Por mos e ki më mendimin se jemi si gjithë. S'ka më qetësi për ne. Do të më kanos kur do he rreziku. Në më do,
edhe dëshiron të më mbrosh nga katastrofa, mos e shty më gjatë, shkoj me vëm kuror. Po ti e di fort mirë që ka qenë dëshira ime e ngahershme, tha ai, duke mos e lënë ta shprehte deri në fund mendimin. Ca këto ditën gati më ke. Mezi e kam pritur këtë çast. Jam shumë i gëzuar. Po ma thuaj me dy fjalë, shkurt dhe qartë. Ç'ke kështu? Mos më torturo me këto të papritura gjëza. Lara si e dëgjoi fjalën, i bëri bisht përgjigje së drejtë për drejtë, e më njanoi me forcë. Pas kësaj, biseduan gjatë për çështje që nuk ishin lidhje fare me shkakun e pikëllimit të makthit të Larës. 10. Atë dimër Juri u morën me shkrimin e doktoraturës me temë elementet nervor të retinës. Fakultetin ai e mbaroi për terapi të përgjithshme, por në shpirt ngrohte shpresën për të punuar si mjek okulist. Interesi për fiziologjinë e të parit bëri të ravizoheshin disa anë të tjera të mendimit të tij të abstreguar dhe pikërisht pritja për të deportuar në fshehtësinë e figurës artistike dhe të ndërtimit të idesë logjike. Tanja me Jurin po shkonin në Slit të Zvetickët në festën e vitit të ri. Kishin jetuar 6 vjet përbëri njëri tjetrit, periudhën e mbylljes së fëmijërisë dhe të fillimit të adoleshencës. E njihnin shoqin siç njihnin gishtat e duarve. Kishin zakone dhe reflekset njëjta. I këmbënin një lloj batutat mendje mprehta, zbavitëse, një lloj u pëlqente ngazëllimi. Me të njëjtat mënyra shprehnin kënaqësinë dhe pakënaqësinë. Udhtonin të heshtur, me buzë të shtrënguar, kruspullosur nga të ftohtit e madh, këmbënin vetëm ndonjë fjalë, veç bënin vrejtje të shkurtra, secili që i zënë me mendimet e veta. Jurit ju kujtua se po afronte dita dorëzimit të disertacioneve. Duhej shpejtuar me përfundimin e studimit. Mendimi për atmosferën pozitive të fundvitit, që ndjehej gado që të hidhje syt, në rrugë, në shtëpi, në shpirtin e gjithë secilit, jela vendin mendimeve të tjera, që nga ana e tyre u zëvendësuan nga të tjerë. Në fakultetin filologjik ku mësonte Misha Gordoni, nxirrnin një buletin me punimet më të mira të pedagogëve dhe të studentëve. Redaktor debutues i tij ishte Misha. Juri i kishte dhënë fjalën se do të bënte një shkrim për Aleksandër Bllokun. Ishte koha kur rinia shmendej pas poetit madh. Për të flitej gjithandej, kurse Misha me Jurin se lëshonin nga goja. Po dhe ky mendim nuk qejet gjatë. Ai dhe Tanja udhtonin me mjekrën shtytur në jag deri te hundët. Kohë pas kohe fërkonin veshët e skuqur nga thëllimi, mendonte secilit veten, veç në një pikë takoheshin. Ndiheshin si të ringjallur pas skenës hatronditse, aq edhe lumturuese që përjetuan te krevati e Ana Ivanovnës. Sikur ju hapen syt, sikur e pan veten dhe botën në një mënyrë krejt të re. Tanja, shoku i tij i ngushtë, i vjetër, i sprovuar, qenia, të cilën e kuptonte pa patur nevojë për kurrfarë shpjegimi apo qartësie, doli që ndër tjera ishte edhe femër. Me një sforcim jo të madh të fantazisë, Juri e përfitoi veten njëri që pluskon në qiellin e 7. Mëne ju duk vetja profet, ngatënjyes, po ja që nuk po arrinte dot ta përfitoronte veten të lidhur me Tanjën siç lidhet me femrën. Detyrën e vështirë të hapit parë që nuk kishte të krahasuar me asnjë detyrë tjetër, e mori përsipër ta kryente Tanja. Se përse tani po i dukej shëndetlik, imcake, pa fuqishme fizikisht, ndocën në të vërtetë ishte një vajzë e zhvilluar me dhëna femre që binin sy. Ndjeu në shpirt një sëmim zemre, një se keqardhje dhe mshuri, por dhe një hambie ndrojtje, një tutje përpara saj. Ky edhe ishte fillimi i pasionit. Ndryshimet njëjta ndodhen edhe në qëndrimin e Tanjës ndaj Jurit. Në këto çaste, rrugtimin e acar, Juri po i qortonte veten që kishin dalë nga shtëpia. Nuk i dije që mund të ndodhte aty në mungesë të tyre. Mendje shkonte për të keq. Ana Ivanovna nuk e kishte njerë veten mirë të radit. Ata i shkuan të veshur e të stodisur, i thanë se mund të mos shkonin në mbrëmje, t'i qëtëronin pranë, e Sumura, me rreptësinë që e karakterizonte, u akundështoi mendimin. U tha prerë, thuaj se i urdhroi të shkonin në festën e bukur të vitit të ri. Juri dhe Tanja ju afruan dritares për të parë motin, Perdia e rëndë që ngritën u lëshua përsëri, edhe i mshtolli brenda vetes. Kur po bënin të dilnin, tyli i lehtë, se si u ngjit pas fustanit të ri prej taftajet të Tanjës. Krijoi në kokën e saj një si vello edhe poshtë një si bisht, tamam siç e ka fustani i bardhë i nusërisë. Qeshën, përfshi edhe tëmën, u ran sy kjo ngjeshmëri e Tanjës me nusën e kurorzuar me vellot gjatë.
Juri pa përreth që nga slita kur rinin ullur. I era në sy ajo që pak më përpare kishte rënë në sy Larës. Zhurima që dilte nga slita nuk ishte zakont. Zhurmës që lëshonte i bënin jehon drurët e nëmitur të ngrirë që të ngjallnin pikëllim dhe parqet e mbuluara me dëbor që vinin deri te buse bulevardit. Dritaret e bërmosura të shtëpive të ndriçura nga brenda ngjanin me kutinë e shtrenjtë të arturinave, në mesin e të cilës shnërrit me vëzhlim të butë, të ëmbël, të jetë i çmuar, me ca ngjyresa të përhime. Në dhoma si këto pulsonte jeta moskovitëve, shtërrinte edhe drita elektrike, dhe ajo shëndan vetvën për të lëshuar pemën e vitit të ri. Aty mblidheshin mysafirët, endeshin të gëzuar fëmijët, lodronin dhe ngazëlleshin të veshur si për fest, të stolisur me ç'kishin më të mirë. Jurit befa si shkrepin mendje se bloku ishte e kremtja Krishtlindjes në të gjithë aspektet e jetës ruse. Më tepër se kaq, ishte mishrim feste në jetën dhe zakonet e vendeve veriore, në letërsinë e re, në qiellin e mbushur me yje të rrugëve të sotme, por edhe rreth pemës së vitit të ri, të selitur në dhomen e madhe të pritjes së shekullit tonë. Tha me vete se nuk ishte nevoja të shkruaj artikull për bllokun, duhej përshkruar adhurimi rus i magjistarëve slavian, siç e gjejmë edhe tek holandezët. Në mes të ngricave, të rrethuar nga ujqit brenda një pyll bredhash të moqëm, dërmitës të errët. Po i afroheshin portës së Zventickëve. Juri t'i ranë sy gropa e zezë në xhamin e akullt të njërës prej dritareve të shtëpive, në paratvërim tunel, duke i lodrimi flakës i qeririt që shihte e vetëdijshme rrugën, një sy i një njeriu të vetëdijshëm, të dukej sikur ajo flak ndiqte lëvizjet e udhëtarëve dhe dikë priste. Qeriri ndriçonte në tryezë. Qeriri ishte i ndezur, belbzoi Juri, të cilit ju fanit në mendje fillimi diçkaje të turbullt, të patrupzuar. Shkoi me shpresën se vazhdimi do të vijonte vetju, pa përdhun, po ja që nuk po i vinte. 11. Në derën e madhe të Zventickëve, që kur s'mbaj mend, e festonin të kremten e pemës së vitit të ri gjithmonë një lloj. Në orën 10 si largoheshin fëmijët ndiqnin pemën e dytë, më të madhen për të rinjt dhe të rriturit. Argëtoheshin deri në mëngjes. Më të moshuarit luanin kumar në dhomin e pritjes. Ishte me tremure dhe quhej e Pompeut. Ishte vazhdim i sallës, ndaj prej saj nga perdja rënd e varur në onaza të mëdha bronzi. Ndaj të gdhir mblidheshin të gjithë dhe hanin darkë. Pse ju me kaq vonesë, i pyeti Neci si për Zhorshi, nipi i Zventickit, edhe sa ka ju fshen në brendësi të apartamentit të bollshëm, aty ku ishin xhai dhe tetoja. Juri me Tanjen thanë të shkonin edhe ata atje për të përshëndetur me zotët e shtëpisë, dhe tek po zhvisheshin i hodhen një sy sallës. Përreth pemëve vigane të vitit të ri, të ndriçuar nga disa rrathlla mbushkash verbuese, që dronin në këmbë njerëz, që shtyheshin të shihnin ç'bëhej, shkinin në këmbë të tjerëve, dëgjoheshin fshfrime fustanesh, zhurma hapash, biseda me zot çlirt, njerëzisht ndezur nga hareja, vinin të qeshur e thirrje nga zllimi. Brenda rrethit vraponin dhe hidheshin si të tërbuar çiftet vallësues. Vallen e vërullshme e printe i biri i shokut të prokurorit, liceisti Koka Konakovi, që herë i bënte çiftet t'i afroheshin njëri tjetrit sa më pranë, dhe herë vraponin të kapur dormëdore me vërtik dhe hare. Nërkaq prisi bërtiste me sa i hante gurmazi. Rrethi i madh, zinxhiri kinez. Bënin ashtu si urdhëronte ai. Tani vals, ju lutem vals. Pianisti luajti vals. Çiftet qëndruan në pritje të melodisë. Vallëzimin e nisi i pari, ai dhe bërtiste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pasi shkuan të tjerët. Herës madhonin rrethin, herën ngushtonte aq shumë sa që njerëzit nguceshin dhe në fakt bënin në vend numra. Imitonin valsin. Nuk ishte vals, ishte shëmbëllim valsi që shuhej. Të pranishmet në sallë i duartrukisnin. Vallëzuesit, të nxehur e dalldisur, i gostiten me pije freskuese dhe me akullore. Për disa çaste vajzat dhe djemtë e përskuqur dhe djersitur pushuan së biseduari. Me ashke ngut pin limonat apo hëngrën akullore, e me t'i vënë gotat në tabaka, u sulën të vazhdonin mëtej. Përsëri u dëgjuan britma nga zllimi, të qeshurat hareshme, madje më të thekshme se të mëparshmet.
Pa u kthyer në sallë, Tanja dhe Juri shkuan te zotët e shtëpisë në dhomat e brendshme. Dhomat e brendshme të Zventickëve ishin të mbushura me rëndi. Duke që ishin të sjella, i kishin hequr nga salla për të patur sa më shumë hapësirë për vallëzime. Ishte këtu edhe kuzhina magjike e zotëve të shtëpisë, dollapet së cilës kurdoherë qëndronin plot e përplot me të gjitha të mirat. Mbante erë bojë dhe tutkall, kishte pirgje letrash me ngjyrë, kuti kartoni që i një rezervë për pemën e vitit të ri. Pleqtë Zventick po merreshin me vendosjen e numrave në pakut të dhuratave, po përgatitnin dhe numrat e llotarisë. U ndihmonte nipi i Zhorgji, por se kishte mendjen aty. I ngatronte numrat, pleqt kjo i nervozonte. I tërhiqnin vëmendjen për të qenë më i kujdesshëm. Zventickët u gëzuan pa mas kur pan të hynin Tanja dhe Juri. Ishin rritur në sytë e tyre, i vunë në punë pa i pyetur nëse dëshironin. Ja, Felicita Semjonovna, nuk do ta kuptoj që këto punë duheshin bërë me kohë. A, marhuta që shkret. Po pse i ngatron numrat, more djalë? Kështu si bën ti ka rrezik të japim dushk për kokla të ftuarve tanë. Nuk bëhen punë me një si ti. Gëzohem shumë që Aneta u ndjeka më mirë. Unë e Pjeri kemi qenë në merak për te. Po, më shpirte, këta të thonë se nuk është mirë kurse ti të praptën e manë për marë. Gjysmën e asaj darke Juri dhe Tanja e kaluan duke u marrë me përgatitjet, si ndihmësat Zhorgjit dhe të pleqjve, qëndruan si thuash në prapaskenën e pemës së vitit të ri. 13. Në atë kohë që Tanja dhe Juri ishin të Zventickët, Lara ishte në sallë. Nuk ishte veshur për ballo, nuk njihte askënd nga të ftuarit, por si nëndër, krejt e pavetdijshme për ato që bënte, e lejonte Koka Kornakovin ta vërtiste në ritmin e vrullshëm të valsit. Pastaj, me mendje të prishur, pa ditur as vetë se ç'duhet bënte, e vinte vërtall nëpër sallë. Një dy herë qëndroje pa vendosur te pragu i dhomës së pritjes, ku luanin kumar, nguronte të hynte, shkonte me shpresën se Komarovski, që ishte ulur me shpinë nga dera, të kthehej dhe ta shihte. Po ja që ky ishte i zhytur në lojë, ja kishte qepur syt letrave që mbante në dorën e majt, dhe o vërtet nuk e shihte, o bënte sikur nuk e shihte. Lara sa sinali fryma nga fyerja. Në atë kohë, nga salla në dhomën e pritjes, hyri një vajzë që Lara se njihte. Komarovski ja nguli syt. Lara pikasi në atë shikim atë që e kishte provuar dikur mi veten dhe ja dinte kuptimin. Vajza mikluar nga i shikim ndjellës i buzëqeshi, u çele nga zlyer, u përndrit e u shpupurit nga kënaqësia. Tek e pa Lara sa sklithi. Të kushte turpit ja mbuloi fytyrën. Balli dhe qafa ju mbuluan me planga më vi. Një viktimë e re, mendoi. Si në një pasqyrë të madhe i doli përpara syve historia e lidhjeve me te, por nuk hoqi dorë nga mendimi për të biseduar, vetëm se e pa me të udhës ta bënte një herë tjetër, në rrethana më të volitshme. E detyroi veten të qetësoi dhe u kthye ndaj nga kishte ardhur në sallë. Në tryezë me Komarovskin ishin ulur edhe 3 burra të tjerë. Për briti rinte jati i djalit me të cilën kishte kërcyer valsin. Emër ja mësoi si këmbeu disa fjalë me kavalierin tek vërtiteshin në ritmin e valsit. Gruaja shtatlartë, zeshkanja me sy të zi si ullinj të vajosur, me shallin e zi krave dhe me qafen e përkulur si qafa në perkës, që e tregonte aq shumë të pahishme dhe që shkonte e vinte nga salla në dhomën e kumarit për të parë herë të birin e pastaj të shoqin, ishte ema e Koka Kornakovit. Më në fund fare rastisht u sqarua se vajza, për fatin e cilës krejt rastisht u merakos Lara, ishte motra e tij. Përpara se ta ftonte të kërcenin vals, djali që e paraqitur, Kornakov. Lara nuk mundi ta dëgjonte me sa ti nga zllimi i përgjithshëm. Kornakov, përsëriti djali tek vërtiteshin rrethin e dytë të fundit, pas të cilit e shoqëroi për te kultuku dhe ju përkul me mirënjohje. Këtëherë Lara e dëgjoi shkoqur emrin e tij. Kornakov, Kornakov. Vrau mendjen e nemitur, si emër i dëgjuar dhe jo për të mirë, kursa kaq i kujtua. Kornakovi ishte shoku i ngushtë i prokurorit të Moskës, që kishte dhënë pretencën për grupin e grevistëve të Hekurudës, në të cilën bënte pjesë edhe Tiverzini. Me lutjen e Larës, Kologrivovi kishte pranuar të bisedonte me të. E kishte lutur t'i thoshte shokët vet të vinte dorën në zemër, por asgjë nuk ishte arritur. Jachna qenka, kështu pra, Kornakovi, ky qenka. 14. Ishte ora 1-2 e natës. Jurit po i uturinin veshët. Pas pushimit, gjatë të cilit pinë çaj me limon, vazhdoi vallëzimi. Qenjtë në bredhen e vitit të ri u dogjen.
i zvendësuan me të rinj. Juri qëndronte i hutuar dhe i çoroditur në mes të sallës. Ndiqte me sy Tanjen që vallëzonte me një të panjohur. Kur ju afrua, e hodhi lehtë me këmbë fundin e fustanit të gjatë, ja fshiku pantallonat, rroshitin e përkpucit e tij, dhe ashtu përvjedhurasi, fustani u fsheh në grumbullin e vallëzuesve. Tanja ishte nxehur nga kërcimi i vrullshëm. Në pushim nuk ishte dashur të pinte për të freskuar. E shohi Etjen duke ngrënë mandarina, po qeronte shpejt e shpejt lëvozhgën e butë dhe aromatike, fuste në gojë thelbinjtë e këndshëm dhe i përtypte me nxitim. Nxirrte pastaj shamin e vogël prej batiste që ngjante me tufën e luleve të drurëve frutor. Fshinte djersët mbi buzë dhe çipet e buzëve, pastaj fshinte majat e gishtave të bukur që i ngjiteshin nga lëngu i mandarinës. Duke qeshur, pa e ndërprerë bashkëbisedimin me Jurin, e fshinte përsëri shamin në mëngë. Tani që kërcente me një kavalier të panjohur, sa herë që i afroheshin Jurit, ja fshikte këmbët me fustanin të fshfëritës. Su mjaftua me këtë. I shtrëngonte dhe dorën duke i buzëqeshur në mënyrë kuptimplot. Në njërin nga këto shtrëngime të lehta, shamia lule i mbeti Jurit në dorë. Ky e puthiti në buzë dhe mbylli syt. Shamia mbante erë mandarin dhe erë pëllëm tanje, të nxehur nga vallëzimi, dhe të dyja ma gjepsën një lloj. Kjo që po përjetonte ishte një ndjenjë e re, ishte gjithë pushtetshme, e përshkoi nga kokat e këmbët. Aroma fëmijërore që dihaste, ishte një herës e mençur dhe e përzemërt. Ishte si fjala e ëmbël, e thënë me përshpërim në errësirë. Juri qëndroi një kohë me syt mbyllur, me pëllëmën ku kishte shamin në mbështetur pas buzëve, dihaste ajrin e përzier me aromën e Tanjës, duke i marrë erë shamis. Befas dëgjoi një krisum. Të gjithë kthyen kokat nga perdja e rëndë që ndante sallën nga dhoma e pritjes. Rreth një minutë mbretëroi heshtja, pastaj filloi katërhura, potere e madhe. Të gjithë u vunë lëvizje, u dëgjuan brit më të merri. Një pjesë u derdh pas koka Kornakovit për atje nga erdhi krisma. Nga dhoma e pritjes dilnin njerëz, kërcënonin, u lërinin, qanin, se ç'thoshin duke ndërprerë fjalën e njëri tjetrit. Ç'bëri kështu, ç'bëri, thëriste Komarovski, dhe tërë qenia e tij shprehte makth e zemrat. Borja gjallë je, Borja si je, bërtiste e lebetitur e të merruar si e çmendur zonja Kornakova. Më duket se ishte doktor Drakovi këtu. Thirreni shpejt, gjejini dhe silleni. Largoni, ju lutem, hapuni, për ju që në këgërvishe, kurse për mua është problem jete. Ai, përvojtur im, sa shumë bën për azgjësimin e kriminalëve dhe ja ku është, ja, Qelbanikja. Do t'i nxjerr me thonja të sy më i fundërin. Çfarë tha zoti Komarovski? Pas ka shtirë kundër jush, pas ka dashur t'ju vriste. Jo, nuk mundem. Ç'është kjo hata që më gjeti? Lërin e shekatde, nuk është koha e tyre tani. Kokoçka. Po ti ç'thua? Shtin kundër të teti apo nuk shtin? O zot, Kokoçka. Turp nga dhoma e pritjes u kthye në sallë. Në mes, i rrethuar nga kureshtarët, ecte Kornakovi. U thoshte se nuk ishte psuar asgjë, i qetësonte. Vendin e plagosur kishte mbuluar me pecet, të pastër. Ishte vetëm gërvishje lehtë plumbi. Në grupin tjetër, pak më janë e prapa grupit parë, mbanin për krahu larën. Juri shtangu tek e pa. Ajo ishte, edhe përsëri në rrethana as pak të zakonshme. Edhe përsëri ai avokati. Tani Juri dinte kush ishte. Ishte avokati me emër Komarovski. Kishte pasur të bënte me të për çështjen e të shikimit të tjatit. E ç'ta përshëndeste. Si Juri, si ai u shtirën sikurse njihnin njëri tjetrin. Kurse ajo, domethënë, pas ka qenë ajo që pas ka shtirë. Po kundër kujt? Kundër shokut të prokurorit? Me siguri do t'jetë nga ato të politikës. E gjora vajz, piske ka punën. Dhe sa krenare duket. Sa hije jep ajo krenari. Kurse këta e kanë mërtyrë për krahu dhe se lëshojnë të mallkuarit. Ja mbajnë të përdredhur krahët prapa shpinës se t'ishte ndonjë hajdute. Por në shas të kuptoj se gabohej. Larës i merreshin këmbët. E mbanin për krahu që të mos rrëzohej. Me vështirësi e quan deri te kultuku më i afërt. Ajo lëshua fuqi prerë. Juri ju afrua me vrap për t'i dhënë ndihmën e nevojshme mjekësore. Për t'i patur duart e lira, e quajti më të udhës t'i jepte ndihmën e shpejtë plagosurit. Ju afrua Kornakov dhe i tha: "Dëgjova të kërkoni ndihmë mjekësore, mund t'ju e jap unë? Më tregoni krahun, e po urime që në keni me fat, voglim."
as ta fashosh nuk ja vlen. Pak jod do t'u bënte mirë. Ja, ti lutem me Felicita Semjonovnës të na sjell pak jod. Zonjës Ventickaja dhe Tanjës që po afroheshin, nuk u kishte mbetur gjak në fytyrë. I thanë të vishej shpejt të shkonin. Kishin ardhur të shtëpisë, nuk ishin mirë punët. Juri u tremb, në mendje shkoi për më keq. Harroi gjithçka tjetër të kësaj bote. Doli me vrap. 15. Në shtëpi hyn me vrap, por Ana Ivanovna e gjetën të vdekur. Kishte dhënë shpirt 10 minuta përpara se të vinin ata. Shkaktar u bë mbajtja e zgjatur e frymës pas kollitjeve të forta. Bronkopneumonia kronike, e zbuluar dhe mjekuar me vonesë bëri të sajën. Tanja vuri kujen, ishte e pamundur ta përmbaje. Ju shfaqën të dridhura e konvulsione nga ërçi. Humi ndjenja dhe u përmendë alivanosur. Vetëm të nesër u qetësua disi. Utulat e raskapitur dhe e përhumbur, i dëgjonte ato që i thoshte Jati dhe Juri, por nuk ishte në gjendje të përgjigjej. Sa po bënte të hapte gojen, binte në klapi, vetëm tunte kryet. Klithmat e pikëllimit të thellë vazhdonin të dilnin nga kararori. Nuk mundej ta përmbante dhe ta merrte në dorë veten. Lotët i shkonin rrëke. Qëndroi me urtëtore kur zbullosur në gjunjë pranë së ndjerës, kur prifti po e këndonte, juhot përsipër dhe e përqafoi arkivolin me kufomën e sëmës brenda. Pastaj mbështeti duart e bukura në fundin e tij, qëndroi ashtu si e vrarë. Askënd nuk njihte, askujt si përgjigjej. Më në fund e ngritën me kujdes, sytë e saj këmbyen shikimet pikëllimta me të shamirësit, që po ashtu ishin pikë e vrerë. Pranoi ta largonin duke u mbajtur prej tyre. Te dera eci me çapat shpejt. I ngjite me vrap shkallët. U plandos në krevat, dënesi një kulmin e dëshpërimit pa shpresë, e lau me lot jastekun, e lati shpërthente jashtë angështia e padurueshme që po e mbyste. Kurse Juri ende nga ta çonin këmbët. Me shpirtin e trazuar, as vet nuk po e kuptonte që ndodhte. Hidhërime dhe keqardhja për njeriun që e kishte në këmbë të nënës qenë të mëdha. Pagjumësia dhe ecejaket e kishin këputur. Mori të ftohtë në ato ditërmuje dhe poteret mbushura me përjetime të fuqishme. E pllakosi një kapitje e përgjithshme që kufizonte me delirin. Zemërndrythja nga dhëmbja këmbej nga një si entuziazëm mundues, rrjedhoje befasimeve dhe shungullimeve jo të vogla. 10 vjet më parë, kur kishin varrosur tëmën, Juri kishte qenë djalk, por dhe tani i mbante mend të qarat e zgjatura dhe nga shrimat që si përmbante dot. Ishte dërmuar nga hidhërimi, i lebetitur nga tmerri. Kishte mbetur pa nën, pa njeriun më dashur, pa mbrojtësen më besnike. Por kryesori atëherë nuk ishte qenë ndjenja e tij. Në atë moshë ende të mitur zor se e përftëron unin që ka një çmim që i intereson kujtdo. Atëherë kryesorja ishte bota që e rrethonte, ajo që mbeti pas largimit të njeriu të dashur nga jeta e tij. Bota që rrethonte kishte qenë e prekshme, lehtësisht e perceptueshme, ashtu siç shihej dhe perceptoi pylli, kurse me vdekjen e mamit, ndjeu sikur e humbi rrugën në atë pyll, mbeti vetëm. Edhe pylli për jetimin ishte gjithçka e jashtme e kësaj bote. Edhe ret, edhe tabelat mbi dyqanet, edhe lodrat mbi shishin e lodrave, edhe karrot e zjarfiksëve të hipur në kuaj që mbanin kokca trikomaska në vend të kasketave. Pyllin e përbënin edhe vitrinat e dyqaneve, edhe qielli i lartë plot me yje, me Zotin, me engjëjt. Qielli i lartë i pa arrit shëmbulej poshtë e më poshtë, i çikte majën e kokës, por dhe përparse në datës që i tregonte për perëndim të për shenjtorët. Qielli i largët i bëhej i afërt, i prekshëm me dorë, siç preket maja e kaçubës së lethis, kur i përkulin ndekët për t'i marrë kokrat. Dielli i largët në ato çaste lëshoi në dhomën e tij të fëmijës, ndriçonte legenin e praruar, e bënte të rrezëllinte me sa e sa ngjyresa për flake. Pastaj dielli shndroi në pritës lutjesh, që i betonte djali darkë e mëngjes, sidomos kur shkonte në kishëzën e vogël në fundin e rrugicës bashkë me gjyshen. Këtu yjet qiellor shndërroheshin në kandilet e qërinj që ndriçonin me bujari ikonat e Zotit dhe të shenjtorëve. Pasi gjithçka përsihej e ndërthurej me botën e tij të vogël. Kryesore për Jurin, në çdo hap që hidhte, ishte prania e botës reale, e qytetit, që ashtu si pylli nxinte dhe gjallonte rreth rrotull.
Aso kohë, me besimin e gjysmë e gërsirës, Juri besonte Perëndisë së pyllit, të cilin e përftronte as më pak e as më shumë, por si rojtari i pyjeve. Ndryshonte tani, në 12 vjet që shkuan, Juri u shkollua, e dinte që ishte lashtësia, kishte bërë mësime feje, ishte njohur me gojthane e rrëfenja, kishte lexuar poetë e shkrimtar, kishte dieni për shkencat, dinte për të kaluarën dhe për të tashmen, për jetën dhe për familjen, dinte edhe për fisën e zhivagove. Veten e ndjente të barabartë me gjithçka të gjithësisë, ndaj dhe krejt ndryshe përjetoi dhe e duroi varrimin e Ana Ivanovnës. Asnjë krahasim nuk kishte me përjetimin zemërndrydhës të vdekjes së nënës. Atëherë u shtruk, pak dhe u ndrydh në vetvete nga dhimbja e pambushlimit. Kishte frikë nga gjithçka. Jetonte me zemër të ngrirë, lutej e falej instinktivisht. Tani po e dëgjonte panihidën si një lamtumir toksore. Ishte thjesht një lamtumir. Ajo lidhej me të dhe i përkishte atij. E përthithte kuptimin e fjalëve përcjellëse për në banesën e fundit. Dukurinë e shifte dhe e çmonte me sy jetë. Mbante ndaj saj atë qëndrim që mbajmë ndaj çdo veprimtarie jetësore. Në këto përsjatje nuk kishte asgjë fetare mistike. Nuk pikaste trashëgimi në kuptimin e forcave më të larta të tokës dhe të qiellit. Besimi i verbër në këto forca, për ulje përpara tyre, siç e kishte patur dikur, se kishte më atë veneracion, atë shpirt përkushtimi që tani e kishte vetëm përpara rëndësit e tij të mëdhenj. 16. I madhi Zot, i gjithë pushtetshëm dhe i pavdekshëm. Falna o Zot, po kjo ç'është? Ja, po e ngrejnë, po e nxjerrin. Duhet ngritur, duhet dalë. Në orën 6 të mëngjesit ishte kumbisur në këtë divan. Nuk po qëndronte dot më. Me siguri duhet kishte temperaturë. Me siguri e kërkojnë. Askujt s'mund t'i shkonte në mendje se po flinte në bibliotekë, në qoshin e saj më të largët, në divanin prapa rafteve me libra, të lartë deri në tavan. Juri, dëgjoi zërin e shërbëtorit që e thriste. E kuptoi që nuk ishte larg që aty. Nuk luajti vendit. Shërbëtori se përsëriti, ishte vonë. Duheshin quar poshtë kurorat. Në dhomën ku ishin hedhur kapic kurorat nuk që e lehtë t'i shkokolepsje, ngeci dhe s'po dilte dot. U dëgjuan zëra që e thrisnin të nxitonte me kurorat. Shërbëtori bëri si bëri, rrëmbeu disa dhe u lëshua me të ndorë poshtë shkallëve. I madhi Zot, i gjithë pushtetshëm dhe i pavdekshëm. Falna o Zot. U rrugullis në rrugë si herë e lehtë babëzimi i lutjes. Gjysma e saj mbeti aty, si të kishte shkuar një pend të butë struci nëpër ajrin e ftohtë. Pastaj gjithçka u platit. Kurorat, kalimtarët, kokat e kuajve me gjufkat në ball, temjanica në dorën e priftit, toka e zbardhëllemt në këmbë. Juri, ku je? Këtu qenë po zgjode. Ishte Schlesingeri që po e shkunte nga supet. Më në fund e kishte gjetur ku ndodhej. Mos je smur? E nxorën, do të vish. Si nuk do ardh kam. 17. Të kënduarit e përshpirtjes mori fund. Lypsarët u vunë në 2 rreshta, u shtrënguan për bri njëri tjetrit. Luajtën vendit slitat. Përpara doli ajo me kurorat. Pasi shkoi pajtoni Krugerëve. Ju afruan kishës. Pastaj doli Schlesingeri, ngriti velin e lagur nga lotët, hodhi shikimin diku larg, u bëri shenjë hamejve dhe u fut me tha në kishë. Ja dhe radha e Ana Ivanovnës, në lamtumirën e gjora. Po niset për rrugën e largët nga s'kthehet më. I lau e sapet e kësaj bote mjaranja. Po shkon të prehet në jetë të jetëve. Keni ndonjë pajton? Po fufkovin mu e pe? E shihte dhe lotët qurk, rufiste hundët s'kishte ngushëllim, si andante sytë moj xhane, kurse prani qëndronte i shoqi. Ai të rjetën atë dhe vetëm atë ka parë. Me ca bisedime si këto po i afroheshin varrezave. Dita qëlloi pak më e ngrohtë se të tjerat. Lehtësoi pak pas ngëricave dhe acarit. Ishte një ditë të rënduar nga vranësirat, nga ato që e lënë të pushoi pak acarin. Ditë tamam për varrim, si e goditur enkës nga natyra. Dëbora ndotur nga balta dukej si e brumosur nga një dorë e padukshme, që nga gardhi i nxirr shihnin bredha të zi. Dhe këta si të vënë enkës për këtë ditë të përmortshme. Ishin varrezat ku prehej Marie Nikolajevna e mama e Jurit. Ky kishte vite që nuk kishte qenë. Mamaja. Si korrent elektrik mendjen e përshkoi kujtimi i përmallshëm, sapo e hodhi vështrimin atë anë ku gjendej varri së amës.
U shpërndan me fytyra të vrenjtura të përmortshme nëpër rruginat e pastruara. Dredhat që ishin të detyruar të bënin ta pengonin ecjen me hapa të matur, të rregullt nën peshën e zisë. Aleksandar Aleksandroviçi e mbante Tanjën për krahu. Pas u vinin krugerët. Tanjës i shkonte shumë rroba e zisë. Mimajet e kryqeve mbi qetorinat në kalbzim, që shtruar bryma e butë që të kujtonte mykun. Në qoshin e largët të manastirit kishin hedhur disa litarë. Në ta ishin varur rrobat lara, këmisha, mbulesa trezash, boj pjeshke, çarçaf të rrodhosur nga shtrydhja. Jurit i ngelen syt në atë anë. Ajo pjesë e manastirit, ku atëherë harbonte e tërbohej shtrëngata, kishte ndryshuar pak. Ishin bërë ndërtime të reja. Eci përpara me hap të shpejtë, duke i zënë dhe duke i lënë prapa të tjerët. Çante me vrudhin dhe kokëngjeshjen e ujit, që lëshoi të poshtë me rrëmbim, duke bërë shtjella e vorbulla në vende të thella, duke palosur thellësinë mbi sipërfaqe, edhe duke rrëkullyer sipërfaqen në thellësi, për dalë përsëri jashtë i trazuar. Ishte kundërvënie që po i bënte boshllëkut dhe shterjes, që krijon vdekja në shpirtat e atyre që e përsjellin në atë botë njeriun e dashur. Ndjente për brenda ashkun e ndërimeve dhe të meditimeve, dëshirën për të marrë me forma jete, për të prodhuar bukuri. Tani më tepër se kurrë e kishte të qartë se arti kurdoherë, pa ndërprerjen më të vogël, gjendet i zënë me dy gjëra: me mohimin në mënyrë të pandalshme të vdekjes dhe në mënyrë po aq të pandalshme me krijimin e jetës. Arti i madh, i vërtet, është ai që quhet zbulim i Joanit dhe gjithçka tjetër që e përforcon atë. Juri ndjeu një dëshirë të madhe të largohej për dyja më shumë ditë nga horizonti i jetës së përditshme, nga universiteti. Donte të gjendej aty ku mund të lutej shpirti i Ana Ivanovnës dhe do të mund ta hidhte në letër gjithçka që i vetet ju në mendje në këto minuta pikëllimi, gjithçka rastësore, të vetvetishme që ofron jeta njerëzit. Do dëshironte të pikaste 2-3 tipare më të goditura të së ndjerës, figurën e Tanjës në zi, të hedhte në letër disa vërtime rruge, të bëra prej tij gjatë kthimit nga varrezat, rrobet e lara të ndera, në vendin ku kohë më parë kishin turfulluar shtrëngata si tërbuar. Atëherë kursi i vogël që ishte, qante edhe s'kishte të pushuar.